çështje e kryeministrit. Okej. Dhe ne si partner që jemi ma të vegjël, po që kemi dhënë një kontribut kogja solid, do thotë i dhëmë komentet dhe vlerësimet tona. Sa për këtë guxos, ajo që dihet është që do thotë nuk e konteston askush që Donika Gërvalla tjetë e zavens kryeministre dhe njëra prej ministre, njëra prej dikastere. E vërtet është, ajo nuk kontestohet. Dhe menoj që e ka krejt edhe pjesën e trashëgimisë edhe të përvojës edhe të trashëgimisë familjare dhe patriotike. E manaj për këto çështjet e tjera mundet me pas ndryshime. Ka hapësirë për shkak se për shembull është vetëm opinioni jam, por nuk mendoj që përbërja e re e qeverisë mund të lënë jashtë Azam Harullaqekun, se është e padrejt, ai ka mbetë edhe unë jashtë përbërjes së qeverisë për shkak se kishëm vendosur që të sfidohem në nivel komunal tash. Fati deshte që mos tjetë kryetari i Prishtinës edhe duhet përfshihet mendoj se në nivel qeverisë. Me ato që reali është me besu që qeveria Kurti 3 i shtyn një mandat, s'kemi me pas blokat për punë të presidentes? Unë menoj që kera me zgjedhë presidentin e vendit, aja që ka mu unë befason për të keq është ish partia ime, Lidhja Demokratike e Kosovës. Se runa zët me bo përpjekje ata prap me bloku, ata përfundimisht kanë me mujt me përfundu në nivel të një subjekti politik ku rezultatin zgjedhor kanë me pas me përqindje një shifrore. Në rast edhe mas këti debaklit që ka ndodhë. Për shkak se është lartë kohët e fundit po merrna edhe pse shumë i ngarkum, po mas 12 vetënot që të merr me statistika edhe analista. Ma shumë po mduket LDK-s e tjerë. Po merrna me statistika ato janë të frikshme dhe nuk e di ata njerëz që kanë pas përgjegjësinë LDK nuk e di çush i nxan gjumi, mus po nxan gjumi nga pasioni, nuk e di çush i nxan ata nga dështimi. Pra si referohemi kthehemi retrospektiv. Elektorati në Kosovë është i ndam pras luftës kryesisht në dy bloqe. Bloku që ka qenë përkras i Ibrahim Rrugovës, edhe pjesa tjetër më e madhe e Hashim Thaçit të PDK-s, e një pjesë, një degëzim në rrafshën e Dugaxhinit me AK-n prej vitit 2001. Pra se marrë zgjedhjet e 2004-s, te eshe që 47 mandate i ka fitu LDK-ja në krye me Ibrahim Rrugovën. Unë personalisht mendoj që në Kosovë nuk është temë e diskutimit programi as bindja ideologjike e liderëve. S'është. Në mosën 90%. A din janë kështu në Shqipëri të gjepura ata që flasin për profilin ideologjik, atë sidomos neve të guxës kur s'kan ku më na u kap, thojnë e po ka dalë se jeni djath pse po shkoni me Albinin. 80% e trupës elektorale të Mërgatës, në rast se i gërvish pak, ju del shalli Ibrahim Rrugovës. Kretë sot janë për krahas të flak të Albin Kurtit. Se në rast se merr vetë vendose në vitit 2010-2014, ata kanë qenë me 14 mandate. Ku është rrit shtrati elektoral i Albin Kurtit për gjatë kësaj periudhe 2014-2025 për 11 vite? Në mosën 70% është votues i LDK-s Ibrahim Rrugovës. Çka s'ka kuptu LDK-ja, nuk e ka kuptu çështjen elementare. Madje nëse s'po besoj që nuk e kuptojnë, nuk po du me i nënvlerësu, se ka prej atyne që kanë dije, përvoje, gjitha ato, po me gjas kanë ndiku faktorët e